është pazare politike, edhe nuk është vullnet edhe qëndrim individual i deputetit, është ndërhyrje direkte, qoftë me presion, qoftë me favore të ndryshme, edhe nuk është mendim edhe veprim i pavarur i deputetit. Kështu që në zgjedhjen në qoftë të dytë, në qoftë të tretë, nuk është vullnet i lirë, është imponim, qoftë nga lider, qoftë nga kushdo tjetër që ka mujt mendohet. Andaj s'ka kuptim një votim i dytë për të njëjtin kandidat kur ai nuk arrin me i marrë vota. Sikur mos kish pas quorum, kish vazhdu seanca i shkon e kuptueshme. Mirë, por në secilën seancë ka pas quorum, është votu, po si ka arrit votat dhe aty përfundon. Për ata dhe thirrët seancë që nga fillimi, sa që fillon seanca, fillojnë procedurat e propozimit edhe gjithçka që propozohet emri. E sidomos propozimi prej një kryeparlamentari, unë e shoh pak edhe shqetësuese të qenë që ai ka qenë dhe i din këto, edhe din vlerën e demokracisë, e din edhe vlerën e vetë deputetit, edhe një fymje e tillë e gjithë kuvendit për mua është goxha shqetësuese, sidomos kur vjen qëndrimi i partisë, nuk është i konjuftës në këtë rast. Për këtë vendos lëvizjave të vendosje bashkë me partnerët me cilët ka garuar zgjedhje. Përveç subjektit ekziston edhe integriteti personal, integriteti edhe dinjiteti edhe si deputet aty dhe dush me tregu pak të ndryshmërisë. Se nuk bën të votohet Haxhiu për kryetarin? Jo, unë nuk po them nuk duhet votohet, ajo që është e vullnetit deputetëve dhe për mua secili që është pjesë e kuvendit mundet me qenë kryeparlamentar, por kur njëherë nuk i arrin votat, në aspektin e demokracisë parlamentare është problematike propozimi i dytë i saj për shkak që kuvendi jep vullnetin, qëndrimin, edhe nuk ka më çka me dhep, çdo votim tjetër, çdo ndryshim i votës tjetër, është imponim, nuk është vullnet i lirë. Dhe nuk është demokraci. Pse mendoni që partitë e tjera nuk po votojnë për Haxhiun? A do duhen ndoshta për t'ju përshtatur propozimit vetëvendosjes, me që i takon edhe me akt vendim të kushtetuesës këtë rast? I takon propozimi, mirë po, dhe deputetit i takon të vendosë kënd do të votoj apo mos votoj, dhe është çështje krejt demokracisë që një deputet, qoftë i pozitës, qoftë i opozitës, mos pajtohet me një figurë që propozohet. Ju keni pas kolege Haxhiun, a besoni që është e denjë për ta udhëhequr legjislaturën e notë? Unë kisha qenë pjesë e kuvendit, nuk e kisha votu. Nuk e kisha votu? Jo, absolutisht jo, nuk e kisha votu. Edhe po t'isha pjesë e vetëvendosjes, çfarë do të thotë, nuk e kisha votu si kryetari i kuvendit për shkak të gjithë kaluamës që ne kemi pas për 4 vite në kuvendin, mendoj që nuk përfaqëson me ligjet që ka pru, me ato cilat i kemi kundërshtu, dhe njëna prej arsyeve që unë jam largu prej vetëvendosjes është pikërisht veprimet edhe të Albulena Haxhiu, kështu që në asnjë mënyrë. Haxhiu është një prej arsyeve që e largu nga vetëvendosja. Absolutisht. Jo Haxhiu si individ, si deputete, po veprimet, ligjet cilat i ka pru si ministër në kuvend, absolutisht që është faktori kryesor që unë jam largu prej një subjektit politik cilën kam vepru edhe nuk kisha votu në asnjë mënyrë dikush i cili ka provu vendit me ja jep një ligj ku lejohen martesat burr me burr dhe gru me gru. Ka më shumë ti për kraje popullore në anë të shkurt, prej grave. Po unë s'po them që se ka të drejtën me u bë, po unë si deputet përfaqësoj diçka komplet tjetër çka përfaqëson zonja Haxhiu. Dhe nëse ndryshon emrin lëvizjave të vendosja, do të ishte ndoshta plotësimi i kërkesës të partive të tjera ose zmbrapsje nga ideja parsore për kandidatën e parë? Unë për ata po them që